edhe pastaj gjithë kapitulli 17. Edhe fjala thotë: Ashabi biri i Omrit filloi të mbretërojë mbi Izraelin në vitin e 38 të Asas, mbretit e Judës, dhe Ashabi biri i Omrit mbretëroi në Samari mbi Izraelin 22 vjet. Ashabi biri i Omrit bëri atë që ishte e keqe në sytë të Zotit, më tepër se ata që e kishin paraprirë. Përveç kësaj, sikur të ishte për të një gjë e vogël ndjekja e mëkateve të Jeroboamit, birit të Nebatit, mori për grua Jezebelën, bijen e Ethbaalit, mbretit të Sidonitëve, dhe shkoi të shërbejë Baalit dhe të bie përmbys para tij. I ngriti pastaj një altar Baalit në tempullin e Baalit që kishte ndërtuar në Samari. Ashabi bëri edhe një Ashera. Ashabi provokoi zemërimin e Zotit, Perëndisë të Izraelit, më tepër se gjithë tetërit e Izraelit që e kishin paraprirë. Gjatë ditëve të sundimit të tij, Hieli nga Betheli e rindërtoi Jerikon, hodhi themelet e tij mbi Abiramin, të paralindurin e tij, dhe ngriti portat mbi Segulin, në të riun nga bijtë e tij, sipas fjalës që Zoti kishte thënë me anë të Josueut birit të Nunit. Elia, Tishbiti, një nga banorët e Galaadit, i tha Ashabit: Ashtu siç është e vërtetë që urdhon Zoti, Perëndia e Izraelit, në praninë të cilit u ndodhem, nuk do të ketë as vesë, as shi gjatë këtyre viteve, veçse me fjalën time. Pastaj fjala e Zotit ju drejtua atij duke thënë: Largohu qyteti, kthehu nga lindja dhe fshihu pranë porrojit Kerith, që ndodhet në lindje të Jordanit. Do të pish ujë në porrua dhe unë i kam urdhëruar korbat që do të japin të hash atje. Kështu ai u nis dhe veproi sipas fjalës së Zotit. Shkoi dhe u vendos pranë porrojit Kerith që ndodhet në lindje të Jordanit. Korbat i sillnin buke mish në mëngjes dhe buke mish në mbrëmje dhe pinte ujë në porrua. Mbas e far kohe, porroi shteroi, sepse nuk binte shi në vend. Atëherë Zoti i foli duke thënë: Çohu dhe shko të vendosesh në Sareptas të Sidonëve, sepse atje kam urdhëruar një grua të vetër të sigurojë ushqimin. Ai u ngrit pra dhe shkoi në Sarepta. Sa po arriti në portën e qytetit, ai pa një të veçëm dikte dru. Ai e thirri dhe i tha: Shko dhe më merr pak ujë në një enë që të mund të pi. Ndërsa ajo po shkonte për të marrë ujin, ai e thirri dhe i tha: Më sill edhe një copë bukë. Ajo përgjigj: Ashtu siç është e vërtetë që urdhon Zoti, Perëndia e yt, bukë nuk kam, por kam vetëm një dorë miell në një enë dhe pak vaj në një qyp. Dhe tani po mbledh 2 copa dru për t'i përgatitur për vete dhe për djalin tim, do t'i ham dhe pastaj kemi për të vdekur. Elia i tha: Mos ki frikë, shko dhe bëj si the, por më parë bëj një kulaç të vogël për mua dhe Silma. Pastaj ta bësh për vete dhe për djalin tënd. Sepse kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit: Ena e miellit nuk do të mbarojë dhe qypi i vajt nuk do të paksohet deri ditën që Zoti të dërgojë shiun mbi tokë. Kështu ajo shkoi dhe veproi sipas fjalës së Elias, dhe kështu hëngrën ajo, Elia dhe gjithë familja e saj për një kohë të gjatë. Ena e miellit nuk mbaroi dhe qypi i vajt nuk u paksua, sipas fjalës që Zoti kishte shituar në anë të Elias. Mbas këtyre ngjarjeve, biri i gruas, që ishte e zonja e shtëpisë, u sëmur, sëmundja e tij që aq e rëndë sa nuk i mbeti më frymë jetën. Atëherë ajo i tha Elias: Çfarë lidhje kam me ty, o njeri i Perëndisë? Ndofta ke ardhur tek unë për të më kujtuar mëkatin që kam bërë dhe për të vrarë djalin tim? Ai u përgjigj: Më jep djalin tënd. Kështu ja mori nga gjiri i saj, e çoi në dhomën lart e shtriu në shkratin e tij. Pastaj kërkoi ndihmë Zotit dhe tha: O Zot, Perëndia im, mos ke goditur me fatkeqësi edhe këtë grua të vetë që më strehon duke bërë t'i vdesë biri. U shtrit pastaj 3 herë fëmijën dhe kërkoi ndihmën e Zotit, duke thënë: O Zot, Perëndia im, të lutem bëj që t'i kthehet shpirti kësaj fëmije. Zoti e plotësoi dëshirën e shprehur në zërin e Elias. Shpirti i fëmijës u kthye tek ai dhe ai mori jetë përsëri. Atëherë Elia mori fëmijën, e zbriti nga dhoma e sipërme e shtëpisë dhe ja dha nënës së tij duke i thënë: Shiko, fëmia jote është gjallë. Atëherë gruaja i tha Elias: Tani pranoj që ti je një njeri i Perëndisë dhe që fjala e Zotit në gojën tënde është e vërtetë. Do doja të mendonim sot për 4 pyetje. 4 pyetje që lidhen me shpirtin tonë,
Ka lidhje që lidhen me përditshmërinë tonë, edhe sigurisht që lidhen me përjetësinë tonë. Pyetja e parë që do doja të bëja është kujt i shërben? Ne shikojmë Elian, edhe duket sikur Elia del nga hiçi dhe nga askund në vargun e parë të kapitullit 17, edhe shkon të flasë me Ashabin për ta qortuar, edhe për të shpallur dënimin edhe gjykimin e Perëndisë që të mos kishte shi. Por ne e dimë që mungesa e shiut do të jetë një gjë shumë e madhe dhe do të ndikojë jashtëmos shumë gjithë jetën e kombit. Tani nuk ishte gjë e lehtë të dilje para Elias për të shpallur dënimin edhe gjykimin e Zotit. Pse nuk ishte gjë e lehtë? Por fundi i kapitullit 16 edhe prandaj lexuam. Fundi i kapitullit 16 e bën shumë të qartë se çlloj njeriu dhe çlloj mbreti ishte Ashabi. Në fakt, në këtë kohë Izraeli është ndarë në dy mbretëri, është mbretëria e Veriut që përbëhet nga 10 fise edhe quhet mbretëria e Izraelit, edhe janë 2 fiset në jug që quhen mbretëria e Judës. Edhe ne dim nga historia e mbretërve që këta mbretërit e Veriut, mbretërit e Izraelit, këta ishin që të gjithë në fakt tërshi. Nëse lexon mbretërit i shikon që ata të gjithë janë duke adhuruar Indrin. Por Ashabi është më i veçantë nga ata. Pse? Sepse siç thuhet këtu, Ashabi bën më keq nga të gjithë ata të tjerë. Ashabi është mbreti më i keq që mbretëria e Izraelit ka parë dhe në fakt edhe do të shikojë. Ai përveç se adhuron Baalin, i ndërton tempull Baalit, vendos një idhull në tempullin e tij, ndërton një Ashera, edhe pastaj ai sikur të mos mjaftonte, këto është shumë interesante fjala që përdor shkrimtari, ai martohet me Jezebelën që është nga Sidoni, edhe për çfarë martohet me të? Patjetër për të forcuar mbretërinë e tij, edhe për çfarë do ta shtyjë Jezebela? Sigurisht që do ta shtyjë për ta adhuruar idhujt akoma dhe më shumë. Madje në këtë pikë ne jemi në një moment që nuk kuptojmë nëse Ashabi po shtyn Jezebelën të adhurojë Baalin apo ajo po e shtyn këtë për të adhuruar Baalin. Në fakt të dy konkurrojnë më ashpër me njëri tjetrin kush do adhurojë idhujt më shumë. Është një situatë e tillë. Është kundër një mbreti të tillë që Elia do të dali edhe do të flasë. Edhe ai nuk do të flasë fjalë të mirësjellshme, nuk do të flasë fjalë që të jenë kështu me ta marrë me të mira apo me t'i folur qetë që të mos mërzitet. Fjalët e tij janë shumë të ashpra dhe ai thotë ashtu siç është e vërtetë që ron Zoti Perëndia e Izraelit në pranitë të cilit u ndodhen, nuk do të ketë as ves as shi gjatë këtyre viteve, veç se me fjalën e tij. Pse bën Elia këtë gjë? A nuk ka frikë? A nuk ka ai merak për jetën e tij? A nuk është ai në ankth edhe në frikë për rrezikun që do t'i kanoset jetës së tij? Nuk ishte gjë e vogël ti dilje mbretit, një mbreti kaq të keq, edhe ti të shpallje dënimin edhe dëshkimin e Perëndisë. Por Elia do ta bëjë, sepse Elia është shembull shumë i qartë për ne që ai shërben Zotit, ai nuk i shërben Ashabit. Nëse do t'i shërbente Ashabit, ashtu siç profetët e rrem i shërbejnë Ashabit, ai do ta merrte me të mira, apo do të bëj pjesë e tyre, edhe do të bëj ajo që ne sot e quajmë pjesë e sistemit, edhe ai nuk do të ndryshonte fare nga ata të tjerë. Por Elia nuk e lejon vetëm të jetë i tillë. Elia nuk lejon vetëm atë që ne quajmë sot të konformohet me botën. Elia i shërben Perëndisë, Elia nuk i shërben Ashabit. Elia nuk adhuron Baalin, Elia adhuron Perëndinë e vërtetë. Prandaj ai thotë, Zoti Perëndia e Izraelit në praninë të cilit u ndodhen. Ai është në praninë e Zotit, ai shërben dhe adhuron vetëm Perëndinë, edhe prandaj ai ka guxim të dalë para Zotit edhe para Ashabit. Ai ka guxim të thojë atë që është e drejtë edhe vërtetë, ai ka guxim të qëndrojë për atë që është e drejtë përpara Perëndisë, ai ka guxim të flasë të vërtetën edhe të bëjë të vërtetën. Elia është një shembull jashtëmasi i mirë për ty dhe mua sot, në ditët që ne jetojmë, kujt i shërbejmë. A lejon veten të bëhemi pjesë e sistemit? A lejon veten të konformohemi me botën sepse mund të ndijmë rrezik për jetën, për punën, për gjëra më të ndryshme? A lejon veten të bëhemi pjesë e asaj që ne na rrethon sepse duam të arrijmë diçka apo duam mirëqenien tonë në një mënyrë apo në një tjetër? Elia është një shembull shumë i mirë. Edhe patjetër ka këtë pyetje për ty dhe për mua sot. Kujt i shërben ti?
kë adhuron ti? A adhuron Perëndinë e vërtet, apo thjesht adhuron Baalin apo Baalët e kësaj bote? Kujt i shërben? Kë adhuron ti? Pyetja e parë. Pyetja e dytë që doja të bëja është kujt i beson? Përveç se kujt i shërben dhe ka adhuron në zemrën tënde, kujt i beson në situatat e përditshme. Situata me Elian do të komplikohet edhe do të bëhet goxha e vështirë, sepse pasi ai ka shpallur te gjykim ndaj Ashabit, situata sigurisht do të bëhet e rrezikshme. Pse do të bëhet e rrezikshme? Se do filloj të mungoj shiu. Kjo ishte dënimi i tij, nuk do të ketë besë apo shi dhe për gjatë këtyre viteve vetë me fjalën time. Edhe kjo do të ndikojë jashtëmase shumë në jetën e gjithë kombit, edhe sigurisht edhe në jetën e mbretit. Edhe Perëndia e largon Elian edhe i drejton fjalën dhe i thotë largo që këtej dhe ktheu nga lindja edhe shko drejt përrojit Kerit. Në fakt ishte pak e çuditshme të shkojë për nga lindja, sepse ishte diku në shkretëtir. Tani ne po flasim që nuk do të ketë vese dhe shi. Ne po flasim që toka do të thahet. Tani toka do thahet aty ku është, imagjinon në lindje ku është shkretëtira. Situata do bëhet akoma më vështirë. Por Elia shkon edhe Perëndia i thotë unë kam siguruar për ty, unë kam urdhëruar korbat, është kaq bukur vargu që thotë, unë kam urdhëruar korbat që ato të sjellin mish në mbrëmje edhe në mëngjes, edhe ato shkojnë, bukë edhe mish. Edhe Elia shkon, edhe kalon pak kohë edhe situata komplikohet akoma dhe më shumë, edhe vështirësohet akoma dhe më shumë. Sepse qartësisht kuptohet që për shkak se nuk do të kishte shi, çfarë do të ndodhte me përrojën. Është shumë e qartë çfarë do të ndodhte, do të thahet. Edhe në fakt, ashtu vjen. Edhe është ajo klidhja e jetës, apo jo, që situata sa vjen edhe bëhet më vështirë në jetë. Edhe teksa situata bëhet më vështirë sepse përroji thahet, edhe ai nuk ka ujë që është kaq shumë jetësor për jetën tonë, Zoti ka një fjalë për të dhe i thotë, qohë dhe shko të vendosesh në Sarepta të Sidonëve, sepse atje ka urdhëruar një grua të vetë të sigurojë ushqimin. Tani, kjo është akoma më e çuditshme dhe kjo është akoma më e rrezikshme. Pse është kaq e çuditshme dhe e rrezikshme? Por sepse ku po i thot Perëndia që të shkojë? Po i thot të shkojë në Sarepta të Sidonëve. Ku është problemi këtu? Po është shumë e dukshme. Sidoni ishte në fakt vendi i Jezebelit, i gruas së Ashabit. Edhe Zoti po i thot, i nga shtëpia jote, i nga vendi yt, sepse ishte në vendin e tij, i nga vendi yt edhe shko tek vendi i armikut, tek ky vendi me cilin ju nuk shkoni fare, edhe shko tek ky vendi që është shtëpia e Jezebelit, që adhuroi Baalin, edhe ti shko atje. Edhe shumë e çuditshme, është sikur Zoti nuk po kupton situatën, është sikur Zoti në fakt nuk po jep udhëzime të qarta apo nuk e ka plotësisht të qartë se çfarë po ndodh. E megjithatë Elia shkon atje edhe pse i bën Elia të gjitha këto. Por është shumë e kuptueshme pse. Ai beson Zotit. Perëndia i thotë çohu edhe shko këtej nga përroji, edhe ai çohet edhe shkon sepse ai beson. Perëndia i thotë që unë kam siguruar për ty, ti do të pish ujë të përrojë edhe do vinë korbat edhe do të t'japin edhe ai i vërtet beson edhe shkon. Edhe kur i jep urdhër akoma më të çuditshëm Perëndia që çohu dhe shkon në Sidon, se atje ka urdhëruar një grua të vet. Ka hiqi. Edhe akoma më e çuditshme që është e vet. Pse kjo? Por ne e dimë që një grua e vet ishte një njeri që në fakt do të vendonte vetëm për veten, sepse në fakt për shkak se nuk kishte një burr që të siguronte dhe ta ndihmonte, ajo do të bënte ç'ishte e mundur që të siguronte mbijetesën për veten e saj dhe për familjen e saj. E megjithatë, Elia thjesht shkon. Edhe do të themi vetëm pak më vonë te kjo pikë, por është kaq e qartë si Elia ecën edhe bën atë që Perëndia i kërkon, sepse ai beson Perëndis. Edhe në mes të gjithë situatave tona, edhe në mes të gjithë rrethanave që ne hasim, ne i besojmë Perëndis. Ne besojmë që Perëndia ka më të mirën për ne. Ne besojmë fjalën e tij, edhe kur fjala e tij duket e çuditshme, edhe kur fjala e tij duket kundër apo jashtë çdo realiteti që ne përballemi, ashtu siç Elia po përballej, ne shikojmë dhe ne kemi këtë shembullin e mirë të Eliasit, ne do t'i besojmë Zotit. Ne do t'i besojmë fjalës së tij dhe ne do besojmë që ai ka më të mirën për ne.
Edhe ne do të besojmë që njeriu nuk rrohet nga buka, por rrohet nga çdo fjalë që del nga goja e Perëndis. Elia dinte mirë këtë gjë, sepse kishte lexuar dhe e dinte mirë fjalën e Mojsiut. Edhe Elia është patjetër një pararendës i Krishtit, sepse ku do të shkojë Krishti kur do të largohet nga paksimi, ku do të shkojë në shtet të tjerë, është më poshtë patjetër, por shkon në shtet të tjerë. Edhe kur shkon atje tundohet, cili është fundimi i parë për Krishtin, është që burët të kthehen në bukë për nevojat materiale, për të dyshuar a jeti vërtet biri i Perëndis. Por Elia i beson Perëndis, ashtu si Krishti, shpëtimtari ynë, i beson në Atit të vet. Edhe prandaj Krishti citon ligjin e përtërirë, thotë njeriu nuk rrohet nga buka, por nga çdo fjalë që del nga goja e Perëndis. Kjo na çon në ditët tona të përditshme, në situatat tona të përditshme, në zgjedhjet tona të përditshme. Ne zgjedhim të shërbejmë Perëndisë, jo ashabit të jetës sonë. Ne zgjedhim të mos konformohemi me botën, ne zgjedhim të jemi ndryshe, të jemi kundër sistemit të mëkatshëm që jetojmë. Ne zgjedhim të përballemi me realitetin edhe të mos i nënshtrohemi realitetit, sepse ne i besojmë Zotit, se ne besojmë që në fakt ka një jetë përtek kësaj jete, ne besojmë që njeriu nuk rrohet nga buka. Njeriu rron më shumë nga çdo fjalë që del nga goja e Perëndis, domethënë ne besojmë që shpirti vlen më shumë se trupi. Edhe ne besojmë që Perëndia ka më të mirën për ne. Edhe ne i besojmë Zotit. Dhe kjo është arma më e madhe se si mund të përballemi me realitetin tonë. Ne i besojmë Perëndisë tonë. Dhe prandaj është kjo pyetje e dytë për ty sot. Kujt i beson ti? Në mes të sfidave të tua, në mes të situatave kur duhet të ecësh në shkret të tirë si Elia, kur përroi të thahet, edhe kur madje të kërkojnë të vësh një gjë akoma më të vështirë, njësoj si Elia se kërkua, kujt i beson? Ai beson Perëndis. Ai beson Jezus Krishtit, shpëtimtar. A beson që fjala e tij është fjala e duhur për ty? A pushon në premtimet e tij? A e qetëson mendjen tënde, a e qetëson zemrën tënde? Kur mungojnë burimet, kur mungojnë gjërat jetësore, po flasim për ujë, është gjëja më jetësore për njeriu. Po flasim për bukën, është bukë e përditshme, në kuptimin literal të fjalës, është ujë dhe bukë e përditshme. Elia i beson, Krishti beson. Po ti kujt i beson? Ai beson Perëndis apo konformohesh me botën edhe gjen zgjidhjet e mëkatshme për të siguruar për nevojat e tua të përditshme. Prandaj është vështirë të jesh krishterë, apo jo? Nuk po flasim për Ferrari, nuk po flasim për luks, po flasim për nevojat e përditshme të bukë dhe ujë. Po kjo është ishi krishterë. Është të besosh Perëndis për nevojat e përditshme. Është të besosh Perëndis kur realiteti është plotësisht kundër fjalës Perëndis. Por ne i besojmë Perëndis. Ne i besojmë që ai ka më të mirën për ne. Ne besojmë që ai do të sigurojë për ne, ashtu siç ai siguroi për Elia. Edhe jo vetëm për Elia, ashtu siç siguroi për këtë gruan. Çfarë ndodh me Elia? Teksa Elia shkon në Sarepta, edhe shkon atje te qyteti, mbërrit te porta, edhe i thot asaj gruas të jep pak ujë, po patjetër ka bërë rrugë të gjatë. Edhe ka ikur nga linja, ka ikur diku në veri perëndim. Edhe ka bërë rrugë të gjatë, edhe shlodhur, edhe do pak ujë. Edhe i thot me jep pak ujë, edhe ajo i jep ujë, edhe po vetë që të marrim. Edhe Elia është si të gjithë ne, nuk do bënim. Se e pak bukë, se ka ujë. Edhe ajo gruaja me atë sinqeritetin e saj thot, shiko vlla kam vetëm për vete, edhe për djalin. Nëse themi me fjalët tona, këtë po i thot. Po vlla unë nuk kam, ujë mund të t'jap nga ky që kemi, por unë kam vetëm pak miell, edhe kam vetëm pak vaj, kam ardhur të mbledh këto 2 copa të drurit, do t'i gatuaj këto, do hanë edhe ne kemi për të vdekur, domethënë është e fundit që kemi. Megjithatë Elia i thot, shko, sepse ena e miellit nuk do të mbarojë dhe qyfi vajt nuk do të paksojë deri ditën që Zoti të dërgojë shiumin tonë. Kështu ajo shkoi dhe veproi sipas fjalës së Elias. Dhe kështu hëngrën ajo, Elia dhe gjithë familja e saj për një kohë të gjatë. Është kaq e bukur. Ka vetëm pak miell, ka vetëm pak vaj,
është vetëm sa për ata të dy, për gruan e vet dhe për djalin. Dhe pastaj ata kanë të vdekur. Dhe fjala e Perëndisë është, shko se nuk ka për të mbaruar, derisa Perëndia të dërgojë shiun mbi tokë. Edhe ajo vete, edhe përgatit. Edhe një gjë që mund të mbasi teksa lexon pasazhin, është shiu nuk erdhi të nesërmen. Ajo nuk i përgatiti Elias për të ngrënë sot, edhe nesër erdhi shiu. Thuhet këtu për një kohë të gjatë. Edhe ne e dim që Elian do shi ngeli pa shi Izraeli për 3 vjet. Nuk ka kaluar shumë kohë që nga momenti që i tha Ashabit që nuk do ketë shi dhe ves. Ditë për ditë, me pak fjalë, ditë për ditë, është kaq bukur, është kaq interesante. Ditë për ditë, gruaja e vet ka shkuar tek thesi i miellit, ka shkuar tek qypi i vajit. Ditë për ditë ka marrë nga thesi i miellit dhe nga qypi i vajit. O sot, a mbaron? A do ketë sot? Mirë, hapim sot, a do ketë nesër? Se nuk është e vajt e tje dhe i gjeti plot. Edhe okej, kemi për këtë javë. Është ditë për ditë kjo punë. Sepse ditë për ditë ajo do t'i besoj Zotit. Edhe ditë për ditë ajo do t'i besoj fjalës së Zotit. Sepse kështu ajo bëri sipas fjalës së Elias. Edhe në fakt kështu do të mbaroj pasazhin. Tani unë e di që ti je njeri i Perëndisë, që fjala e Zotit në gojën tënde është e vërtetë. Ajo i beson fjalës së Zotit. Dhe çfarë ka bërë Elia me pa fjalë? Elia ka besuar, Elia ka ungjillizuar me fjalën e tij, me jetën e tij. Sepse vetë fakti që Elia vajti në Sidon ishte fjala e Zotit, që është në fakt edhe i gjykimi i Perëndisë mbi Izraelin. Elia që po largohet në shkretëtir dhe pastaj në Sidon, është fjala e Zotit që po largohet. Nuk ka vetëm thatësirë fizike dhe mungesë shiu, ka thatësirë shpirtërore. Largimi i Elias, kuptimi i vërtetë i largimit të Elias është pikërisht kjo që po largohet fjala e Zotit. Dhe fjala e Zotit ku shkon? Shkon në Sidon. Dhe shkon në Sidon sepse aty është qendra ku adhurohet Baali. Shkon në Sidon sepse ai është qyteti i Jezebelit. Dhe Perëndia është duke përdorur Elian për t'i treguar Baalit dhe Ashabit edhe gjithë izraelitëve edhe Jezebelit që nuk jeni ju që sundoni, jam unë që sundoj. Nuk jetë, nuk është Baali që ka shiun. Baali adhuroi mbi të gjitha pikërisht për këtë gjë, për shiun, për të korrën, për prodhimin. Edhe Perëndia i thotë me veprimin e Elias, me fjalën dhe me veprimin e Elias, Perëndia po i thotë gjithë Ashabit, Jezebelit, edhe gjithë Izraelit, jam unë dënësi i jetës, jam unë dënësi i gjërave jetësore, jam unë ai që siguroj, edhe unë mund ta marr shërbëtorin tim, ta çoj në zemrën e idhujtarisë, edhe prapa ai të qëndrojë në besim, edhe prapa ai të ndikojë të tjerët, edhe prapa ai përmes dëshmisë së tij dikush tjetër të besojë. Perëndia po e përdor Elian, edhe nuk mund të mos themi një të vërtetë kaq të bukur. Sidoni është jo hebre, apo jo? Sidoni nuk është i vend izraelit, Sidoni është jo hebre. Është një hije e madhe e asaj që do të vijë me Krishtin. Elia shkon në Sidon, fjala e Zotit shkon në Sidon. Elia dhe përmes Elias shpëtohet kjo gruaja. Fjala e Zotit shkon te jo hebrejt dhe një jo hebrej shpëtohet. Ashtu siç fjala e Zotit në fakt do të vijë tek ty dhe mua sot, edhe ne shpëtohemi. Perëndia ka hir edhe për një grua nga Sidoni, edhe për një jo hebre. Perëndia ka hir për ty dhe për mua sot që ne nuk jemi hebrej. Fjala e Zotit na është afruar. Edhe ashtu si kjo gruaja sidonite i besoi fjalës së Elias, ti ke nevojë të besosh fjalës së Zotit sot. Ti ke nevojë të besosh fjalën e Perëndisë ashtu si kjo gruaja besoi. Po të ofrohet shpëtim. Dikur nuk e kishim. Dikur ishim armiq të Perëndisë. Edhe nëse nuk kemi në Krishtin, vazhdojmë të jemi armiq të Perëndisë. Po ashtu si Elia shkoi në Sidon, edhe ashtu si Elia ofroi fjalën e Zotit në Sidon, edhe ofroi shpëtimin e Perëndisë në Sidon te kjo grua e vet, ashtu po të ofrohet edhe ty sot.
Fjala e Perëndisë ka ardhur ndër ne që jemi jo hebrej. Fjala e Perëndisë ka ardhur ndër ne. Edhe ne duhet i besojmë. E Krishti po ashtu shkoi diku në veri, nëse lexojmë Magjit. Ai për të ikur ishte një nga gjërat që po bënte Krishti në 6 muajt e fundit të jetës së tij. Ai po largohej nga Izraeli dhe vajti diku në veri. Pse? Ishte shembulli, ishte simbol i madh që fjala e Zotit do të largohet nëse ti nuk pendohesh. Edhe fjala e Zotit do të shkojë te jo hebrej. Edhe fjala e Zotit na është afruar ty dhe mua sot. Elia i besoi. Kjo gruaja nga Sarepta i besoi fjalës së Zotit. Po ti kujt i beson? Ai beson te fjala e Perëndisë për shpëtimin e shpirtit të. Ai beson te fjala e Perëndisë për siguruar për nevojat e tua. Së pari, kujt i shërben dhe ka adhuron. Së dyti, kujt i beson. Së treti, kujt i bindesh. Teksta shikojmë, është një kontrast kaq i madh midis fundit të kapitullit 16 edhe gjithë kapitullit 17. Në çdo gjë që përmendet për Ashabin është se si ai vepron kundër fjalës së Zotit, edhe kur ti shikon Elian, ti e shikon që Elia thjesht shkon edhe bën. Edhe përmendet disa herë në vargje, thotë në vargun 5, kështu ai u nis dhe veproi sipas fjalës së Zotit. Në vargun 10, ai u ngrit pra dhe shkoi në Sarepta. Është gjithmonë Elia duke bërë gjithmonë të kundërtën e Ashabit. Është ky kontrast i madh midis Ashabit edhe Elias. Ashabi që është vazhdimisht duke adhuruar Baalin edhe kundër fjalës së Perëndisë, edhe Elia që në çdo gjë i shërben dhe adhuron Perëndinë e vërtet, edhe që vazhdimisht i beson dhe i bindet fjalës së Perëndisë. Edhe ky është shembulli për sosur, apo jo? Edhe na drejton për të shembulli për sosur te Krishti. Ashtu si Elia në fakt bindej Perëndisë, ashtu si Elia vepronte sipas fjalës së Zotit, edhe kur fjala e Zotit duke i çuditshme, edhe kur fjala e Zotit të çonte në gjëra të rrezikshme, edhe kur fjala e Zotit të çonte tek armiku, edhe kundër të kuptuarit tonë. Elia shkon edhe e bën. Edhe kur ne mendojmë për këtë gjë për Elia, nuk mund të mos mendojmë për Krishtin, që ishte shembulli për sosur që bindej në çdo gjë. Çfarë ishte fjala që Perëndia tha kur u shfaq? Ky është biri im i dashur, në të cilin gjeta pëlqim. Po Krishti shembulli për sosur për ne se si u bind Atit të vet në çdo gjë. Edhe ne synojmë të bëhemi si Krishti. Ne synojmë të bindemi fjalës së Tij. Ne i besojmë fjalës së Tij dhe prandaj ne i bindemi fjalës së Tij. Është si shinat e trenit. Është treni që ka ato 2 shinat, apo jo? Edhe treni nuk mund të eci pa një nga shinat. Janë 2, është besim edhe bindje. Është mënyra se si një besimtar ecën. Është mënyra se si një besimtar jeton. Ai ecën edhe jeton duke i besuar fjalës së Zotit, edhe patjetër për shkak se i beson fjalës së Zotit edhe i bindet fjalës së Zotit. Janë të dyja të lidhura, ngushtësisht me njëra tjetrën. Prandaj na duhet të pyesim veten tonë sot. Kujt i bindesh? Kur ti përballesh me një zgjedhje në jetën tënde, edhe zgjedhjet nuk janë të lehta, kujt i bindesh? A e bindesh fjalës së Zotit? Apo respekton dhe bindesh njeriut? Kujtoni çfarë Pauli tha Galatasve, po të doja t'i pëlqeja njerëzve, unë nuk do t'isha shërbëtor i Krishtit. Ne nuk i bëjmë gjëra të kënaqë njerëzit. Ne nuk i bëjmë gjëra që ata të ndihen mirë me ne. Ne nuk i bëjmë gjëra që ata të ndihen rehat me ne. Ne nuk i bëjmë gjëra se mos na mërziten, se mos ata ndihen keq. Ne i bëjmë gjëra se ne duam të kënaqim Perëndin tonë. Ne i bëjmë gjëra se duam që ai të gëzohet me ne. Ne i bëjmë gjëra se duam të jemi si Krishti, që kur ai na shikojë ne, kur Ati na shikojë ne, të thojë, "Është biri im i dashur, në të cilin unë gjeta pëlqim." Kujt i bindesh? Sa jeton duke u bindur fjalës së Zotit? Së pari, ka adhuron, kujt i shërben. Së dyti, kujt i beson. Së treti, kujt i bindesh. Së katërti, pra dhe së fundit, kush ndërmjetëson për shpirtin tënd. Situata është vërtet menduarit tonë. Sigur të mos mjaftonte kjo situata e përditshme, ka miell sot, mbaroj vaj, sikur të mos mjaftonte kjo.
Një ditë, pas këtyre ngjarjeve, biri gruas që ishte zonja e shtëpisë u sëmur. Sëmundja e tij që aq e rëndë, sa nuk i mbeti më frymë jetër. Është një djalë. Thuhet këtu që ajo ja dha nga gjiri, nuk duket qenë shumë i madh. Nuk na thuhet sa i madh, por derisa e jep nga gjiri, nuk duket qenë shumë i madh. Edhe e di që o Zot, Perëndia mos ke goditur me fatkeqësi edhe këtë grua të vetë që mos trehon, duke bërë të vdesë biri. Diçka ka ndodhur me këtë gruan, nuk na thuhet çfarë, por diçka ka bërë në jetën e saj, se prandaj thotë në vargu 18, çfarë lidhje ka me ty o njeri i Perëndis, do të ka ardhur tek unë për të më kujtuar mëkatin që kam bërë dhe për të vrarë djalin tim. Diçka ka ndodhur, diçka ka bërë, një mëkat që ndoshta i mbret ndërgjegjen, një gjë e tmerrshme që mund të ketë bërë dikur, edhe që vazhdimisht i kujtohet, edhe vdekja e djalit të saj duket sikur është gjykimi i madh dhe ndëshkimi i madh i Perëndis për mëkatin e saj. Mund të jetë. Por një gjë është e qartë. Elia do të lutet. Nëse ne mund të debatojmë pafund se çfarë kishte ndodhur vërtet me këtë gruan, një gjë që nuk kemi nevojë të debatojmë dhe është shumë e qartë është Elia lutet. Çfarë lutet? O Zot, Perëndia im, të lutem bëj që t'i kthehet shpirti i kësaj fëmije. Lutet për shpirtin e tij, lutet për ngjalljen. Edhe ai ndërmjetëson. Elia lutet edhe ndërmjetëson shpirtin e këtij djali. Unë besoj të gjithë e kuptojmë që kjo që ka ndodhur me këtë djalin këtu është shumë e ngjashme me atë që Krishti ka ndodhur, apo kur Krishti shkon të ringjalli atë vajzën e vogël 12 vjeçare të bijën e Jairit. Është situatë kaq e ngjashme, janë vetëm pak gjëra që mungojnë. Elia shkon dhe lutet, Krishti shkon dhe lutet. Elia i thotë, në qote djalin i familjar, Krishti shkon atje tek vajza. Dhe lutet. Edhe ndërmjetësojnë për shpirtin. Kam një pyetje për ty sot. Kush ndërmjetëson për shpirtin tënd? A është dikush? A e ke ti shpëtuar? Femër e të thënë. Për ty dhe mua që jemi besimtarë, ti ke dikë që të ndërmjetëson për shpirtin tënd sot. Është Krishti shpëtuar. Jezusi i ringjallur që ne i lënduam. Jezusi që është në fronë, çfarë bën? A thjesht rri? Jo. Fjala e bën të qartë që ai rron dhe ndërmjetëson për ty dhe për mua. Për ne që jemi besimtarë, kur do bëhesh besimtar, dhe ai rron dhe ndërmjetëson për nevojat e tua dhe të mia. Për situatat e përditshme që hasim, është dikush që lutet për ty. Është dikush që ndërmjetëson për ty, është dikush që lutet për shpirtin tënd. Është Krishti, është shpëtimtari, ti nuk je vetëm. Është dikush i përsosur, që ka një lutje të përsosur, edhe që ka një lutje që Ati e dëgjon me të vërtetë. Është Krishti për ty. Perëndia e dëgjon lutjen e Elias. Sa bukur është vargu 22, Zoti e plotësoi dëshirën e shprehur në zërin e Elias. Ashtu si Krishti, ashtu si dëshira e tij për shpëtimin tënd, për shpëtimin tim, dëgjohet, shpëtohet ti dhe unë. Lutja që Krishti ka për ty dhe për mua, dëgjohet. A ke Jezusin si ndërmjetës? A është Jezusi ndërmjetësi i shpirtit tënd? Djali do të ringjallet, edhe është një hije e madhe e ringjallit shpirtërore, apo jo? Përmes lutjes së Elias, Zoti e plotëson dëshirën, edhe Elia e merr fëmijën, edhe ai ka përsëri jetë, edhe ja jep të jamës, duke thënë shiko, fëmia jote është gjallë. Edhe kjo patjetër na prit tek e vërteta e madhe e shpirtit tonë. A je i lindur?
ka jetë shpirti yt? A ke ardhur te Krishti? A ke ardhur me të vërtetë në besim? A është dikush që vërtet ndërmjetëson për shpëtimin tënd? Apo ti je armik në Krishtin, edhe je armik në Perëndim? Edhe një zbatim që dua ta them jashtë. A lutem? A ndërmjetësojmë për shpirtin e të tjerë? Për shpirtin e kujt? Për shpirtin e të humburve? A lutemi për familjarët tanë? A lutemi për të njohurit tanë? A lutemi për të humburit? Krishti është shembulli i përsosur që lutet edhe ndërmjetëson edhe jep jetë shpirtërore. Po ti dhe unë, a kemi rol në këtë mes? Po kemi. Çfarë roli? Si Elia, të lutemi, minimumi. A lutesh? A lutesh për shpirtin e të tjerë? A lutesh për shpëtimin e tyre? A lutesh për ringjallje shpirtërore për ata? Gruaja e Elias, tani pranoj që ti je një njeri Perëndisni që fjala e Zotit në gojën tënde është e vërtetë. Për vezit shërbesës së Elias, shpirti i dikujt shpëtohet. Edhe fjala e Zotit vërtetohet që është e vërtetë. Shpulli i gjithë shërbesës është shembulli i përsosur i shërbesës së Elias. Por do doja të pyesja veten tënde sot. Kujt i shërben? Ka adhuron? Kujt i beson në realitetin tënd? Kujt i bindesh në përditshmërinë tënde? Kush ndërmjetëson për shpirtin tënd?